Mes të errësirës së mesjetës. Në kohën kur perandorit ngriheshin, rrëzoheshin me shpejtësinë e erave mbi Ballkan. Një popull që ndroi si shkon, Arbëria. Me tokë ashpër, e rrethuar nga male, të pamposhtura, lumenj të egër dhe brigje të rrahura nga deti. Njerëzit jetonin me një ndjenjë identiteti kaq të thellë, sa edhe perandorit më të mëdha nuk arritën ta shuan. Jetimi i arbrit mesjetar ishte thjesht një fazë historie. Ishte një botë më vete, një botë me besë, me gjuhë të përbashkët, me kulla guri, me principata, me klerë të fuqishëm, dhe me një kulturë që mbijetoi shekujve të trazuar. Rrëfimi fillon në thellësinë e mëvjeçarit të parë, kur fiset shqiptare, pasardhës të botës ilire, filluan të formësonin qartë identitetin e tyre të ri. Gradualisht, një term u bë i njohur në gjithë territorin. Arbëri. Jo vetëm si një emër etnik, por si një koncept politik, kulturor dhe shpirtëror. Në këtë botë, letrimi linte jo vetëm në qytet, por edhe në malësi, në fshatra të fortifikuara. Vështjella që ngriheshin mbi çdo lugim, si sytë e një populli që nuk flinte kurrë. Arbëria mesjetare ishte organizuar rreth familjeve të mëdha, bajraqeve, pronave të fisnikëve dhe principatave që ndërtonin themeljet e shtëpisë. Ndërta u shfaqen emra që ende sot marrin dritë nga historia. Progoni, Dimitri, Gjimbu e Shpata, Balçajt, Muzakajt, Dukagjinët. Secila familje krijoi qendra të zhvillimit me obore fisnike, me kështjella, me tregje dhe me shkolla të para të tyre. Kisha shqiptare, me trung të hershëm ortodoks dhe më vonë edhe katolik, duhet një rol vendimtar në ndërtimin e identitetit. Manastiret dhe qendrat kishtare u bën vatër e shkrim leximit, u ruajtën dokumente, u shkruan kodik, dhe mbajt gjallë gjuha. Udhërimet e princave, në aktet e kuvendeve, në testamentet e fisnikëve arab, gjuha shqipe, edhe ku shkruaj me alfabetin latin ose grek, ishte zemra e dokumentave. Ekonomia arbërore lulëzoi në mënyrë të pazakontë për kohë. Fshatrat ishin të organizuar rreth bujqësisë, mreshtarisë, lektorisë, dhe tregtisë së kripës, leshit, lëkurave, mjaltit dhe bakrit. Qytete të tilla si Drishti, Lezhë, Kruja, Durrësi, Vlora dhe Kanina bën porte kyçe ku takoheshin karvane nga brendësia e Ballkanit me tregtarët venecian, raguzan, napolitan. Në këto qendra, shqiptarët u njohën me kulturën mesjetare, artin, arkitekturën, kodet tregtare dhe organizimin e qyteteve evropiane. Kështjellat e Arbërisë ishin zemra e qytetërimit. Rrinin të ngritura mbi shkëmbinje, me murë që sfidonin epokën. Aty jetonin princat, aty rryheshin thesaret, aty mbronin popullit. Në to ndodhin kuvendet, betoheshin luftëtarë, shkruheshin traktate. Kështjella nuk ishte thjesht ndërtime, ishin simbole të qendresës. Në shekujt e 12-14, principatat arbërore arritën kulmin. Muzakët në jug krijuan një nga shtetet më të fuqishme të kohës, e shtrihej nga Muzeqeja deri në jug të Epirit. Balçajt kontrolluan territore të gjera, ndërsa Dukagjinët u bën zotër të maleve të veriut, me një organizim të brendshëm që ruante lirinë e fisit. Në këtë kohë, Arbëria ishte arena e diplomacisë mes kohëve, e lidhjeve me perandor bizantin, me mbretër serb dhe duk të Italisë dhe të Vatikanit. Në zemër të këtij qytetërimi qëndronte besa, kodi moral, qeverisë të çdo marrëdhënie. Në një botë ku ligjet
e shkruara ishin të rralla. Besa ishte ligji më i fortë. Ajo ruante jetën e njeriut, nderin e shtëpisë, fjalën e dhënë, mikun, aleat. Për mira shqiptar, besa ishte më e shtrenjtë se vetë jeta. Qytetërimi i Arbrit. Arriti pashmangshëm momentin e provës më të madhe. Por perandorit e mëdha filluan të shtyrin kufit e tyre drejt tij. Bizantit e autoritat në nështronte, mbretëritë slave e kërcënuan shpesh, ndërsa Venediku kërkonte kontrolle tregtare. Por Arbëria vjetoi për shekuj, duke lënduar mes aleancave, luftrave dhe diplomacisë. Në shekullin 15, në horizont u shfaq hija e perandorisë osmane. Ky ishte çasti kur qytetërimi arbëror përballë me sfidën më të madhe të ekzistencës së tij. Por edhe në këto momente të errta të historisë, ai prodhoi dritën më të madhe, kokën e Skënderbeut. Ajo ishte jo vetëm një periudhë lufte, por një rilindje e vërtetë e Arbërisë. Principatat u bashkuan, flamuri u ngrit, identiteti mori formë të plotë, dhe kultura arbërore shkëlqeu në oboret europiane. Dhe megjithëse Arbëria, si shtet mesjetar, do të bënte nën pushtim, qytetërimi nuk u zhduk. Ai mbijetoi në gjuhë, në zakone, në këngë, në kodin e malësisë, në art, në besë dhe në kujtesën e popullit. Sot, kur shikon kështjellat e gurtë, kur prek muret e lashta, kur dëgjon këngët epike dhe kur lexon ndërshkrimet e vjetra, e kupton se qytetërimi i Arbrit nuk ishte një periudhë e thjeshtë. Ishte një botë e madhe, me qytetërim i plot, i lirë, i organizuar, i ndritur. Një botë që i dha Shqipërisë shpirtin e saj. Një botë që rezistoi shekujve, një botë që jeton ende në gjakun tonë.